Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentit të haditheve të Sahih Bukhariut. Allahu e past mëshiruar. Jemi edhe me tej në Kitab el-Iman, në kapitullin e imanit. Konkretisht në kapitulli bab ziyadatul imani wa naqsanuhu, shtimi imanit edhe paksimi i tina. Tek hadithi 41, ku Enesi radiallahu anhu transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë: "Yakhruj min an-nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khairin." Ka për të dalur nga zjarri i xhehenamit ai cili ka thënë la ilaha illa Allah dhe në zemrën e tij ka hajër sa një kokër elbi. Ka mirësi, ka hajër. ويخرج من النار ومن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. Ka me dal prej xhehenamit ai cili thot la ilaha illa Allah, apo ai cili ka thënë la ilaha illa Allah dhe në zemrën e tij ka mirësi, ka hajër, qoftë edhe sa kokra e grurit. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Ka për të dalur prej xhehenamit ai cili thot la ilaha illa Allah dhe në zemrën e tij ka mirësi, qoftë edhe sa një grimce. Ky hadith është prej haditheve të cilat i japin shpresë të madhe besimtarit i cili e ka besuar Zotin Hak. E ka besuar pejgamberin Muhammed Hak sallallahu alaihi wasallam. E ka besuar ditën e kiametit Hak, ringjalljen, llogaridhënien, xhenetin dhe xhehenamin. Edhe ka mirësi, veprat mira sa do pak qofshin ato. Ky person herdo kur ka për të futur në xhenet, qoftë edhe pas një kohe të gjatë. Mëshira e Allahut është shumë e madhe. Rahmeti i Allahut është shumë i madh. Rahmeti i Allahut është i madh në dynja, është edhe më i madh në ahiret. Rahmeti i Allahut përfshin në këtë dynja musliman dhe jo musliman, ndërsa në ahiret përfshin vetëm muslimanët, ku do t'i mëshiroj shumë i madh Zot. Do t'i mëshiroj të gjithë muslimanët, të cilët kanë vdekur me iman, me besim. Edhe nëse ata kanë punuar mëkate, vepra të këqija, kanë bërë mëkate, kanë bërë harame, madje edhe nëse kanë bërë harame të mëdha dhe të shumta. Kështu që robi, i cili e ka imanin e shëndosh, e ka besimin, akiden, imanin, personi i tillë, sa do pak hajër që ka bërë, ai edhe nëse dënohet e ditën e kiametit, e që nga hadithi po kuptohet se shumë musliman kanë për të futur në xhehenem. Nga se pa thot, ai cili thot la ilaha illallah, ai që thot la ilaha illallah është musliman. Muhammed Rasulullah nuk e ka cek për kuptohet vetvetiu, sepse la ilaha illallah
pa Muhammed Rasulullah është e mangët. Kështu që ai i cili thot la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah është musliman. E pastaj po thot del pe zjarrit. Që nuk kupton se futet zjarr, kush muslimani. Këtu për musliman po flet, nuk po flet për ju musliman. Andaj do të ketë shumë musliman, të cilët shkak gjunaheve të tyre të shumta të mëdha, Allahu i madhëruar, Allahu na ruaj prej dënimit të tij, e fut në xhehenam ditën e Kiametit. Dhe dikur, herdokur, Allahu i nxjerr prej xhehenamit. E hadithi thash është shpresë dhënës shumë për besimtarët. Sepse hadithi po thot, ai i cili thot la ilaha illallah dhe në zemrën e tij ka mirësi me vepra të mira, qoftë në sa një kokër elbi, ai ka më dalë herdokur për zjarrit të xhehenamit. Po ashtu ai i cili thot la ilaha illallah dhe ka mirësi, ka bo hajr, qoftë se kokra grurit. E kokra elbit është më rëndë se sa kokra grurit. Kokra grurit është më lehtë në peshë. Për ata ka cek për mas elbit. Pastaj në fund ka thonë, ai i cili thot la ilaha illallah dhe në zemrën e tij ka hajr sa një thërmi, edhe më pak se kokra grurit. Sa një thërmi. Madje edhe nëse nuk shifet me sy fare, por vetëm me mikroskop. Ai i cili ka hajr në zemrën e tij, ka mirësi, mund të jetë për qëllim ka iman, por e ka imanin shumë të dopt. Mund të jetë për qëllim ka amelet hajrit, edhe që ke i bie me afër. Amelet hajrit, veprat mira, qofshin edhe pak. Qofshin edhe pak. Ajo i besimtar. Dhe ai, edhe nëse futet në xhehenam, për të larë gjunahet e tij, të cilat i ka bërë, herdokur ka për të dalë prej xhehenamit dhe për të u futur në xhenet. Sepse nuk ka përjetësi në xhehenam për atë person i cili ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ai që beson Zotin hak. Nuk ka për të përjetësi në xhehenam. Mund të ketë xhehenam për një kohë të caktuar, të shkurtër apo të gjatë, por jo përjetësi. Kështu që ky hadith, se dhe shumë hadithe tjera të ngjashme, tregojnë se robi nuk del pej dinit nëse bën haram. Nuk bën kufër. Nuk del pej dinit robi gjithashtu, nuk bën kufër nëse i lën farze, shumë farze. Nga se pejgamberi po e quan besimtar. E s'ka mundësi të jetë besimtar, e të jetë në kohë të jetë edhe jo besimtar. E të bëj kufër me lënjën e veprave, farzeve apo kryerjen e harameve. Por është besimtar gjunahçar, që kemi cekur sa herë. Është besimtar mëkatar, gjunahçar, fasik. Dhe meriton të dënohet. E Allahu këndon e dënon për mëkatet e tij. Sa të dënon e dënon. E pastaj herdokur e nxjerr prej xhehenamit. E sigurisht se kjo sa është shpresë dhënëse. Edhe në anën tjetër, mendoj se është e frikshme. Është e frikshme sepse
Hadithi jep me kuptu qartë edhe shumë hadithi tjera të këtij lloji, se edhe besimtarët një numër jo i vogël i tyre do të futen në xhenem. Dhe në momentin që kuptojmë pse edhe besimtarët do të futen në xhenem, automatikisht vetvetiu na shkon mendja tek vetja jon. A thu vallë, aruna Zot, ku do t'jemi ne? Çka do të bënë Zoti me ne? A do t'jemi prej atyre të cilët futen në xhenet pa hesab, pa llogari, e që janë 70.000 vetat e parë, që shka në hadith të vërtet. Apo do t'jemi prej atyre të cilët futen në xhenet, por me llogari, ama me një llogari të lehtë, por futen në xhenet. Apo runa Zot, do t'jemi prej atyre të cilët nuk mund të kalojnë siratin, sepse në siratat ndahen besimtarët, muslimanët, të cilët e kanë marrë lejen për me hyrë në xhenet. Ata kalojnë siratin sipas ameleve, veprave të tyre. Kush si vetima, e kush si hera, e kush si kalorësi, e kush si komsori duke vrapuar, e kush si komsori duke hecur, e kush si komsori duke shkuar zhag dhe kështu me radhë. Por e kalojnë. Ndërsa ata të cilët cilëve Allahu ka shënuar për t'i dënuar, i qenë këtu, ata pe siratit tërhiqen me dëkarrima që kanë me laqet në të dy anët e siratit dhe bien poshtë në xhenem dhe qëndrojnë sa të do Zoti me qëndru. E pastaj dalin. Allahu na mëshiroft. Ja Rabbi, fillimisht sa t'jemi në këtë dynja. Na mëshiroft pastaj në çastin e vdekjes. Na mëshiroft natën e varrit pas vdekjes. E na mëshiroft gjatë jetës tonë varreza. Na mëshiroft ditën kur do dalim para lart madhërisë së Tij. Na mëshiroft ditën kur do të llogaritemi. E ditën kur do përpiqemi ta kalojmë siratin. Na bëft haram xhenemin. Ja Rabbi. Allahumma amin. Dhe deri takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري